Ekspertët zbulojnë të vërtetën. Ngjyra juaj e urinës tregon nëse vuani ose jo nga kjo sëmundje. Shumë prej nesh nuk dëshirojnë të flasin për ngjyrën si ajo që është e urinës ose e fekaleve, por realiteti është se këto janë jashtëqitje të rëndësishme për aktivitetet normale të organizmit. Ndoshta nuk flasim për këtë, por të gjithë e dimë se shumë pak ose shumë nga jashtëqitjet nuk janë të mira për shëndetin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekzistojnë disa gjëra të cilat janë dukshëm, të cilat duhet të mos neglizhohen dhe të adresohen menjëherë tek mjeku specialist. Ndoshta, meshkujt e kanë më të lehtë të vërejnë gjak të urinimit në tualet ose ulsen ndërsa femrat derisa shikojnë letrën higjienike kur pastrohen. Përveç kësaj, në qoftë se keni ndjesi të djegjeve, duhet të adresoni shqetësimin tuaj tek mjeku specialist, pasi mund të jetë mënyra më e mirë për të marrë trajtimin e specializuar dhe për të evituar në këtë rast edhe komplikacione të shëndetit. Ekspertët thonë se urina është mënyra më e lehtë e vetë pastrimit të trupit. Nëse dikush në trup ka ndonjë problem, ai mund të shfaqet edhe në pjesën e jashtëqitjes. Kështu, nëse vëreni këto shenja të para, duhet të tregoheni të vëmendshëm, të adresoni situatën tuaj tek mjeku. Urina ndikon në sistemin tregues nëse jeni shtatzan ose jo, të lëndimet e brendshme ose edhe të ndonjë problem që mund të zbulohet nga jashtë. Gjithashtu ato mund të tregojnë për infeksione të traktit urinar, dehidratime, gjithashtu edhe probleme të shëndetit tuaj të vezikës. Për më tepër, në qoftë se urina ka aromë të çuditshme, atëherë kjo është normale, por jo në të gjitha rastet. E dim që kjo tingëllon e çuditshme, por aroma e keqe e urinës mund të lidhet gjithashtu edhe me treguesit e shëndetit. Por të karakterizuar këto ndryshime, duhet të tregoni më shumë vëmendje gjatë pjesës së urinimit dhe të dalloni nga afër çdo shqetësim të mundshëm të organizmit. Mund të tingëllojë e habitshme, por sa herë që shkoni në tualet, duhet të bëni një vetë kontroll të shëndetit tuaj. Mjafton që të shikoni edhe ngjyrën e urinës dhe të kuptoni se cilat janë problemet që trupi tuaj po i kanosen. Nëse ngjyra juaj e urinës është në këto shenja, tregohuni më të vëmendshëm dhe mos i neglizhoni simptomat. Nëse keni një urinë me një ngjyrë portokalli, ilaçet antiinflamatore, medikamentet, gjithashtu edhe laksativet e tjerë mund t'i japin ngjyrë portokalli urinës. Mbi doza e lartë e vitaminës B2 ose beta-karoten mund t'jetë gjithashtu një arsye. Pini më shumë ujë, pasi urina është tepër e koncentruar dhe ndryshon ngjyrë nga e verdha deri në ngjyrë portokalli. Kontrolloni sytë tuaj. Nëse vini re ndonjë hije të verdhë të bardhë rreth syve, atëherë urina në portokalli mund të jetë një shenjë se mëlçia juaj nuk po funksionon si duhet. Nëse keni një urinë me një ngjyrë të kuqe ose të rozë ose të kuqëremtë, kjo ngjyrë ndoshta mund të jetë edhe alarmante, por nuk është domosdoshmërisht problem serioz, pasi mund të shkaktohet gjithashtu edhe nga ushqimi ose edhe nga medikamentet të caktuara që po merrni. Para se të shqetësoheni, mësoni arsyet që fshihen pas ngjyrave të tilla të urinës. Një arsye mund të jetë ushqyerja. Nëse ju konsumoni panxar, manafera ose ushqime me pigment të kuq, atëherë nuk ka gjë për të shqetësuar. Por nëse gjendja juaj agravohet dhe keni këtë ngjyrë, paraqituni tek mjeku për një trajtim më të specializuar dhe për të parë nga afër ndikimet tuaja shëndetësore. Një arsye mund të jenë edhe medikamentet. Disa antibiotike që përdoren për të trajtuar tuberkulozin mund të shkatrojnë ngjyrën e urinës dhe ta bëjnë të kuqërremtë. Ilaçet që përdoren gjithashtu për trajtimin e infeksioneve urinare dhe laksative të ndryshëm mund të jenë një arsye pse keni këtë ngjyrë të urinës. Gjaku në urinën tuaj mund të jetë një shenjë e infeksioneve të traktit urinar, sëmundjeve të veshkave, gjithashtu edhe problemeve të tjera të shëndetit. Nëse vëreni këto simptoma, paraqituni tek mjeku për një trajtim më të specializuar. Nëse ngjyra e urinës është në të gjelbër ose në blu,
Specialistët e shëndetit pohojnë se këto janë ngjyra të rralla që shkaktohen më së shumti nga shparagu dhe medikamente të ndryshme që mund të merri. Ngjyra e gjelbër mund të paralajmërojë për infeksione të rralla të traktit urinar të shkaktuar nga bakteriet dhe mikroorganizmat, gjithashtu që shkaktojnë edhe probleme të gurve në veshka. Nëse urina juaj ka një ngjyrë kafe. Nëse shikoni hije kafe në urinë, kjo mund të jetë shenjë dehidratimit. Ndryshimet që mund të shndrojnë urinën tuaj në kafe janë fasule dhe kuqe, por më mirë është të kontrolloheni, veçanërisht nëse pini shumë ujë dhe ngjyra vazhdon të mbetet në këtë mënyrë të njëjtë. Urina kafe mund të lidhet gjithashtu edhe me probleme të tjera të mëlçisë dhe të veshkave. Nëse keni një ngjyrë të urinës të tedukshme, nëse ngjyra juaj e urinës është plotësisht transparente, është një shenjë se po pini shumë ujë. Kjo mund të shkaktojë rreziqe të caktuara nga të cilat është gjithashtu hollimi i kripës në trupin tuaj. Kjo mund të krijojë edhe zhbalancim të problemeve kimike në trupin tuaj. Prandaj ka ardhur koha të merrni një trajtim të specializuar dhe gjithashtu të bëni edhe atë që mjeku juaj ju ka thënë. Urinimi mund të jetë i papritur dhe i dhunshëm. Urina mund të ketë erë të çuditshme dhe në disa raste mund të dalë gjithashtu jashtë parashikimeve. Nëse papritur shikoni se urina juaj ka një ngjyrë tjetër nga e verdha e zakonshme, atëherë ka ardhur momenti që të tregoheni të kujdesshëm, të merrni trajtimin e specializuar dhe të flisni me mjekun tuaj. Për çdo ndryshim të mundshëm që trupi juaj është duke shfaqur, mos e neglizhoni, pasi duhet të tregoheni më të vëmendshëm me simptomat që ai jep. E verdha e zbehtë e urinës. Ju mund të jeni të shëndetshëm. Urina është bërë në të verdhën e zbehtë për shkak se veshkat tuaja kanë liruar një përzierje të mbeturinave të quajtur ure dhe uji shtesë në gjakun tuaj që po del jashtë. Ngjyra e verdhë nga ana tjetër mund të jetë gjithashtu edhe ngjyra se keni pirë të gjitha lëngjët e duhura. Është e rëndësishme që nëse keni këto shqetësime, nuk duhet të mërziteni, thjesht ulni sasinë e ujit që pini gjatë ditës dhe mos përhapni panik me shëndetin tuaj. Qelibari thjesht. Nëse urina juaj ka një ngjyrë qelibari, kjo nuk është një shenjë e mirë. Hijet e arit në ngjyrë nuk ndodhin natyrshëm. Në fakt, ato janë shenjë se ju jeni të dehidratuar rënd. Gjithashtu, gjëja e frikshme që lidhet me dehidratimin është se shpesh mund të shkaktojë ulje të nevojës për të urinuar dhe djersitje, sepse sa më pak lëngje që ka trupi, ai mundohet që t'i ruajë ato. Pini më shumë ujë gjatë ditës dhe tregohuni të kujdesshëm me shenja të dehidratimit që trupi juaj është duke shfaqur. Kjo është një nga mënyrat më të mira për të parandaluar komplikacionet dhe për të sjellë rezultatet e duhura shëndetësore për ju. E kuqe. Gjaku është shpesh fajtori kur urina juaj ka një ngjyrë të kuqe ose të rozë. Hematuria është termi mjekësor për të pasur gjak në urinë dhe ai mund të shkaktohet nga një numër faktorësh, duke filluar që nga infeksionet e fshikëzës deri te marrëdhëniet tuaja. Edhe ngrënia e ushqimeve të kuqëremta mund të jetë një arsye për pjesën më të madhe të rasteve, siç mund të jenë gjithashtu edhe konsumi i panxarit në përditshmërinë e dietës suaj, që mund të luajë një rol ndikues. E gjelbra në të kaltër. Kur hani ushqime specifike që përmbajnë ngjyra shtesë, ngjyrat mund të kalojnë nëpërmes urinës, duke bërë atë të gjelbër dhe të kaltër. Nëse vëreni këto simptoma, tregohuni të kujdesshëm me mjekun. Flisni për të bërë përzgjedhjen e duhur të ushqyesve dhe për të parë nga afër shkaqet e vërteta të këtyre komplikacioneve. Nëse jeni një person që keni këto ndryshime të papritura të ngjyrës së urinës, mos i neglizhoni shenjat e shëndetit. Paraqituni për të marrë një trajtim të specializuar. Nëse urina juaj ka një kafe të errët në ngjyrën karakteristike të saj, atëherë mund të jetë një sinjal se diçka nuk është në rregull me shëndetin e mëlçisë. Mund të vuani nga infeksione ose probleme të tjera që rezultojnë në humbjen e ngjyrës natyrale gjatë urinimit. Mos neglizhoni simptomat, por ja adresoni ato tek mjeku specialist. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose ofruesi të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.